Të dashur shqiptarë, mos votoni për Partinë Socialiste, ju lutem shumë. Mos votoni për Partinë Demokratike sepse të dy partitë kontrollohen nga lobi grek. Dhe tani do ta shikoni se sa e tmerrshme është historia e Shqipërisë, do të shikoni origjinën e fisit i lirë Labeates, nga vjen ky emër, çfarë kuptimi kanë monedhat i lire me këtë simbol. Do të merroheni. Të dashur shqiptar, emri i fisit Labeates është në numrin shumës gjinore Labiatan, që do të thotë banorët e liçenit Labeaticus. Dhe liçeni Labeaticus quhet në latinisht Lacus Labeatum. Fjalë për fjalë do të thotë buza e liçenit. Pra emri i liçenit në gjuhën ilire vjen nga latinishtja labia, që do të thotë buza e organit femëror. Ju betohem. Dhe është dhe emër në latinisht labia, emër gruaje, është gjetur si emër i një gruaje ilire në Durrës, në Epidamnos, në varrin e saj, dhe pastaj është përhapur në gjuhën helene, jo në gjuhën shqipe. Shikoni me kujdes këtë tmerr. Kjo është monedha e banorëve të liçenit Labeaticus dhe quhet Labiatan. Kjo është rasa gjinore në helenisht dhe do të thotë fjalë për fjalë buza e liçenit dhe banorët e buzës së liçenit. Labeates. Dhe gjinoria shumës është Labiatan, një lloj si epiriotan, nga fjala epiriotes. Pra është fjalë greke, gjinore shumës, do të thotë koinon labiatan. Fjala labia gjendet vetëm në gjuhën latine, por është gjetur dhe në mbishkrimet iliro-helene, do t'ju tregojmë tani. Ky është mbishkrimi i gjetur në një epitaf në Epidamnos dhe gruaja quhet Labia dhe në varr quhet fjala hajre, që do të thotë lam të mirë në gjuhën helene. Ne dim që Epidamnosi banohej nga Helen, ishte koloni helene. Po ashtu emri Epidamnos ndryshohet në dyrachion, që është fjalë përkthelse në helenisht, ka kuptimin dys e keqe, rachion shkëmb, shkëmb i keq. Është gjetur një tjetër mbishkrim në një varr tjetër i lirë, domethënë Helen, dhe varri quhet Labia vajsa e konsullit Gaius. Pra është emër latin i shkruar me shkronja helene, dhe nga dim ne që këto janë Helenë, e din sepse Labia është në rasën emërore, në helenisht, dhe Gaiu është në rasën gjinore. Kjo do të thotë që kjo është vajza e konsullit Gaius. Përsëri kemi fjalën hajre, që do të thotë lam të mirë. Dhe ajo që vë vulën të gjithave është se emri Labeates është gjetur në një mbishkrim në Atik i shekullit të dytë para erës sonë, e kam gjetur unë, të dashur shqiptar, më mirë unë se sa një grek. Dhe këtu është lista e qytetarëve të Atikës. Dhe është pikërisht Labeates. Shikoni, është një grek i pastër. Labeates vjen nga latinishtja. Pra Labiatan është gjinoria shumës e qytetarit Labeates në Athinë, të dashur shqiptar. Tani ky është zbulimi më tronditës që keni parë deri tani. Ky emër del në Epidamnos, ky emër del në Atika, Labeates, në numrin 1-jës, dhe del Labiatan në gjinore shumës, koinon Labiatan në Kosovë, në monumente të mëdhenj. Pastaj është gjetur kjo edhe në monedhat e Labiatanëve, në Shkodër. Qyteti quhet Labeatum, do më thënë buza e liçenit, në latinisht. Është marrë kjo në helenisht. Bëhet emër personi, gruaje, bëhet emri i banorëve Labeat. Tani e kuptuat çfarë ka ndodhur apo jo? Ilirët flisnin, shkruanin dialekte helene të panjohura nga grekët. Pra këto janë mbishkrime që janë gjetur në Iliri, në Atik, në Athinë, këta janë pellazgët. Shkruajnë një gjuhë ilire të çuditshme, të pakuptueshme nga grekët, prandaj quheshin barbar. Pra këta marrin një fjalë latine, labia, buza, është buza organit femëror, është sharje, ilirët nuk e kuptojnë, e bëjnë emër personi, por e lakojnë këtë emër si grekët,
shkruajnë në greqisht, vajza e Gajusit, shkruajnë lam të mirë në greqisht. Kur shqiptarët thonë për hajër, kjo është fjalë greke, do thot lam të mirë në helenisht, është huazim nga greqishtja. Pra nuk është fjalë shqipe. Dhe helenët këtë e lakojnë si emër në numrin shumës gjinore koinon labiatan dhe gjendet në një monument në Dardani. Të gjitha mbishkrimet në Dardani shkruan me një helenishte të keqe. Gjua helene ka evoluar në Dardani, në Shkodër, në Dalmaci si një degëzim helen i panjohur deri më sot. Pra kanë shkruar me një helenishte ilire. Vetë fjala ylirishti vjen nga ilos, do të thot i shtrëmbër. Dhe këtë e gjejmë në veprën e Sofokliut, ku ai thotë që ilirët nuk dinë të shkruajnë greqisht, tallet me ilirët. Po ashtu ata quhen Kelidonis, në veprën e Aristofanit Zogjt, do të thotë dallëndyshet që klithin, që nuk kuptohen. Pra flisnin një helenishte të çuditshme, e kuptoni apo jo? Por kur i lakonit emrat, nuk i lakonin si ne shqiptarët, sepse gjinoria shumës e shqiptarëve është e Shkodrave, Shkodranëve. Ky është lakimi i serbishtes të dashur shqiptar. Ukova, ujqëve është në serbisht, gjinoria shumës, edhe në shqip. Por jo në gjuhën ilire. Ilirët shkruanin në rastin gjinore shumës si helenët, në rastin emërore si helenët. Në rastin gjinore, vajza e Gajusit e shkruajnë Gaju, që kështu është gjinoria njëjës në helenisht, vajza e Gajusit, e konsullit Gajos. Pra kudo ku gjenden mbishkrimet helene është një ilirishte e shtrembër, një greqishte që skuptohet, dhe arkeologët francezë e quajnë këtë gjuhë pellazgjike, sepse nuk është greke dhe pikërisht jo greqishtja e ilirishtes e bën atë akoma më greke. Sepse është evoluar si gjuhë e veçantë, pa u lidhur fare me gjuhën greke. Kjo është ilirishte greqishte, e kuptoni apo jo? Ky është tmerr i vërtet. Por më e tmerrshmja është se gjuha shqipe është shumë e lidhur me gjuhën e Cakonias, dialekti dorik. Edhe labiatanët flisin dialektin dorik. Kjo është gjinoria shumës e dorëve, helen. Ilirët flisnin dorisht, të dashur shqiptar shkruanin dorisht. E kuptuat apo jo? Tmerr o tmerr. Ju lutem mos votoni për Partinë Socialiste, se çfarë po bën kryeministri shqiptar. Në fillim donte të bashkonte Shqipërinë me Serbinë, por ato plane ju përmbushën dot, dhe tani po shitet si patriot shqiptar dhe do ta bashkoj Shqipërinë me Greqinë. Në qoftë se Shqipëria bashkohet me Greqinë, ju morët fund. Janë bërë plane të posaçme për t'ju mbyllur ju nëpër kampe. I keni parë apo jo në televizion, janë ndërtuar me 10 burgje madhështore në Shqipëri. Për ju, për shqiptarët, ta dini, do futeni të gjithë dal nga dal nëpër burgje. Në fillim gjoja politikanët e korruptuar, por në Shqipëri çdo shqiptar ka bërë diçka të paligjshme. Të gjithë do të futeni në burg dhe do futeni të gjithë nëpër burgje, të dashur shqiptar. Pjesa tjetër do trembe dhe do e braktisi Shqipërinë, dhe këto parqet kulturore janë pikërisht qendra kulturore helene, Byllis, Apolonia, Antigonea. E kuptoni apo jo? O shqiptar, o drilonas, vetë fjala drilon gjendet në lumin drin, do të thot organ mashkullor. Jeni drilon, mos votoni për Partinë Socialiste, por dhe për Partinë Demokratike, e cila hiqet si parti opozitare, por është bashkuar me grekët, me Partinë e Bashkimit me Greqinë, ashtu e ka emrin origjinal, dhe jo Partia të Drejtave të Njerëzit. Një parti me të njëjtin emër është në Kipro dhe kërkon bashkimin me Greqinë, e njëjta parti. Pra do krijohet Greqia e Madhe, Greqia e Bizantiumit, perandoria greke moderne, dhe do hiqtohet Shqipëria, do hiqtohen të gjithë qytetet helene, Aulon, Vlona, Dyrachion, Durrës, Skodrinon, Shkodra, Lisjatan, Lezhë. Mora e kuptoni apo jo? Po do shtohet dhe Dardania, sa ta kujtojnë se do jenë të pavarur. Prandaj edhe në Dardani, në Kosovë është ngritur gjykata speciale. Jo për të shpëtuar Kosovën, por për të trembur politikanët e Kosovës që të binden bashkimit me Greqinë.
Jo me Serbinë, me Greqinë, ky është plani i tmerrshëm. Të dashur shqiptar, mos votoni për Partinë Socialiste. Ju lutem me lot nëse mos votoni për Partinë Socialiste. Duam t'ju bashkojnë me Greqinë. Ju betohem. Ato janë planet.